Në 6 muajin e parë të vitit aktual, investimet e huaja direkte në Shqipëri kanë arritur në vlerën 760 milion euro, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur ata kapnin shifrën 751 milion euro. Edhe pse rritja mund të duket modeste në përqindje, ajo mbart një rëndësi të veçantë për klimën e biznesit dhe vazhdimsinë e interesit të huaj ndaj tregut shqiptar. Ky trend pozitiv ndihmon në mbajtjen e Shqipërisë në hartën e vendeve me potencial për investimeve në rajon. Sipas të dhënave zyrtare, investitorët më aktiv kanë qenë Italia, Turqia dhe Austria, vende me një histori të gjatë bashkëpunimi ekonomik me Shqipërinë. Megjithatë, vërehet një zërim i bazës së investitorëve, ku po rritet ndjeshëm pjesëmarrja e investitorëve nga Kosova, por edhe nga vende të lartë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zvicra. Ky diversifikim është një shenjë pozitive, pasi tregon një interes më të gjerë dhe më të qëndrueshëm në kohë. Sektorët kryesorë që tërheqin kapitalin e huaj mbetën pasuritë e paluajtshme, të cilat vetëm në 3 muajin e dytë të vitit kanë tërhequr 149 milion euro. Ky trend është i lidhur me kërkesën në rritje për prona në zonat bregdetare dhe urbane, ku investitorët e huaj po shohin potencial për fitime afatmesme, sidomos në sektorin turistik dhe atë të banesave me qira. Pas sektorit të ndërtimit, investimet janë përqendruar në sektorin financiar, industrinë e nxjerrjes dhe tregtisë me shumicë. Në të kundër, fusha si bujqësia, arsimi apo shëndetësia mbeten thuajse jashtë radarit të investitorëve të huaj. Kjo ndodh kryesisht për shkak të strukturës së fragmentuar të këtyre sektorëve, mungesës së reformave të thella dhe krimit më të ngadaltë të investimeve krahasuar me sektorë të tjerë më fimprurës. Një zhvillim interesant që kanë nxitur investime në pasuri të paluajtshme është edhe rritja e blerjes së banesave nga të huajt. Sipas Bankës së Shqipërisë, rreth 15% të banesave të shitura këtë vit janë blerë nga shtetet të huaj, një përqindje që përbën nivelin më të lartë të 5 viteve të fundit. Ky interes në rritje ndaj tregut imobiliar shqiptar lidhet me çmimet ende konkurruese krahasuar me rajonin, por edhe me stabilitetin politik dhe klimën në përmirësim për biznesin. Megjithatë, përkundër këtij progresi, sfida kryesore për ekonominë shqiptare mbetet orientimi i kapitalit të huaj drejt sektorëve që gjenerojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Politika nxitse letimet fiskale, infrastruktura moderne dhe garantimi i sigurisë ligjore janë disa nga faktorët kyç për tërheqjen e investimeve në ndikim të qëndrueshëm në rritjen ekonomike, punësimin dhe inovacionin. Në këtë kuadër, autoritetet shqiptare duhet të fokusohen në diversifikimin e ofertës së investimeve, nxitjen e partneriteteve publike private në sektor prioritar dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm për startupet dhe bizneset inovative.